sulme ndaj media kanë filluar qysh në ditën e parë kur kanë marrë pushtetin. Njerë me një faqe që kanë pas tyre me një numër të madh të ndjekësve në Facebook, e mandej kanë vazhdu komplet, si themi, një strukturë kogja e madhe e njerëzve që jën kanë pushtet, që në të kaluarën nuk kanë ndodhur kështu. Mundesh me ka prej pozitës së pushtetit, duke mbajt një pozitë lartë, duke u pagu nga taksat e qytetarëve me bë sulme të tilla. A ka kjo duke njoft peshën rëndësinë e media, do shta unë besoj që më mirë se çdo parti tjetër politike ka ditë vetëvendosja, se siç e them vazhdimisht, ndoshta është produkt medial shumë më shumë se sa që ka ndoshta hise në gjëra tjera, në histori, në shëndetërim, në gjëra tjera. A është kanë strategji e cila është punuar në vazhdimsi për me mërrinj deri te çka. Deri te ky efekti qytetar. Kjo më shqetëson më shumë se ndoshta çka mund thonë do njerë që sa din pushtet se nesër nuk janë. Po, absolutisht ka qenë strategji e mirë menduar, e mirë implementuar që për fillimit. Edhe për arsyeën që, së mos për një këtë gjatë, ende besojnë fakt që opozita është kaq e dobët ose e delegitimizuar për shkak të asaj çfarë kanë bërë në kohën se kanë qenë në pushtet, dhe që në fakt mediat kanë mbetur opozita vetme, që mund t'i sfidoj pra, që mund të vënë në pyetje vendimet që ata i marrin, mënyrën se si qeverisin. Dhe sulmi ka qenë drejtuar ndaj mediave, pra i organizuar me qëllimin për në fund të ditës për të dehumanizuar gazetarët, pra, për t'i bërë të pavlefshëm ata në sytë e publikut, me sulme personale, me emër, me mbiemër, me sulme ndaj mediave të caktuara, ndaj organizatave të caktuara, aktivistëve të shoqërisë civile. Pra, sulmet nuk janë vetëm kundër gazetarëve, janë kudo që i mbron gazetarët, ose i mbron mediat, ose thjesht e jep një mendim të lirë, ose e kritikon qeverinë, që nëse në vend normal, demokratik është vlerë, edhe në fakt qëllimi kur gazetarët edhe mediat kritikojnë dhe mbajnë përgjithësi se qeverinë është për të përmirësuar diçka, pra ai është qëllimi që nëse ka një vendim të gabuar ose të kontestuar të qeverisë, ai të diskutohet, të debatohet në publik në mënyrë që në fund të ditës një vendim i tillë të shërbejë qytetarëve, të shkojnë në të mirë të qytetarëve, sepse edhe një herë po themi vazhdimisht gazeteria është e mirë publike. Dhe këta e din fuqinë e mediave, absolutisht e din, sepse si thamë kanë përdorur edhe pse ka qenë interes i shumë pa diskutim, edhe për mediat në kohë se kanë qenë në opozitë, dhe e din fuqinë e mediave, din që mediat sidomos transmetuse publike ka të farë detyrën të edukoj njerëzit përveç që të argëtojë dhe të informoj, por e din ndikimin kur ata marrin vendime për të votuar për shembull.